Pra ka një histori, ka një memorie, po 8 janari famshëm. Kështu që nuk është një figurë që erdhi tani dhe po kërkon të marrë Partinë Demokratike dhe të japi një tjetër vizion. Saliani është në këtë betejë bashkë me zotin Ali Mehmeti, i cili ka një pozicion pak më ndryshe se Saliani, për shkak të historikut në strukturat e Partisë Demokratike, me të mirat dhe të këqijat e tij, me ulje ngritjet në karrierën e tij politike, e cila është e lidhur me Partinë Demokratike prej kohës, që nga forumi, që nga mënyra se si zoti Saliani u ftua apo u promovua në Partinë Demokratike. Mos harroni se zoti Saliani ishte një prej njerëzve më të afërt të zotit Basha, pra, dhe njerëzit këtë në struktura e din, por ai ka të drejtë në ato teza që thotë, se sa do t'i arrijë ai që t'i çojë përpara dhe t'i finalizojë me një platformë, le të themi, jo vetëm si një ambicie personale politike, po edhe si diçka që mund ta çojë Partinë Demokratike drejt një ndryshimi, kjo mbetet një pikpyetje e madhe. Në këndvështrimin tim është shumë e vështirë. Për shkak të kontekstit ku ndodhet, për shkak të se si do të pritet kjo lëvizje, a do të vazhdojë më tej, cilët do të jetë hapi radhës, për shembull, nuk e di domethënë pas Durrësit ku do të jetë zoti Saliani dhe çfarë lloj forme do të vazhdojë kjo, sepse kemi tani dy lëvizje paralele, pra dy foltore, le të themi, që konkurrojnë njëra tjetrën. Dhe kjo na kthen mbrapa në kohë kur kishim një parti të zotit Basha dhe një parti të zotit Berisha, pra të dy bënin kongres, të dy bënin zgjedhje, të dy emëronin strukturat e tjera. Por të paktën kam përshtypjen që deri tani Saliani dhe njerëzit e tij nuk e bëjnë të qartë që nuk kanë ndërmend të shkëputen e të krijojnë një forcë tjetër. Do të thotë diçka? Po. Nëse mund të flasim ku ka drejt Saliani dhe ku nuk ka drejt. Nisim nga kjo e dyta. Saliani thotë që duhet të revolt, Edi Rama rrëzohet nëse krijon frymë etj. Por nuk ka thënë mjetet se si arrin ta rrëzojë Edi Rama, sepse nëse është për opozit, më shumë se ka bërë opozit Sali Berisha. Në këtë vend s'ka bërë njëri tjetër. Atëherë, cilat janë mjetet që ti do të mundësh një mazhorancë që ka bashkuar shtetin me partinë. Ndaj ju citova këtë fjalinë që më ndërroi me energji të pashtershme që nuk u jepet mundësia për arsye që kjo është fjalë shumë e përgjithshme. Cilat janë mjetet që ti më shumë se sa një që ti do të fitosh në Durrës ose në Elbasan ku bandat kanë marrë policinë, vendet e punës, kontrollojnë gjithçka, domethënë. Si mund ta rrëzosh ti këtë mazhorancë kur spaku të fut në burg, se Saliani ka parë vetë që kjo drejtësia e re e futi në burg. Beleri ishte rasti ku drejtësia gjyqësori i shërben mazhorancës, i fiton zgjedhjet, po futesh në burg. Sali Berisha u qëndroi 330 ditë në arrest shtëpie. Ilir Meta është në burg. Pra, cilat janë mjetet që çfarë nuk po bën Sali Berisha konkretisht, sepse flasësh për fjalë të përgjithshme, energjia etj, fryma, këto dijen, po si do ta rrëzosh ti këtë mazhorancë që nëse ti përpiqesh të bësh diçka, të fut në burg kundër saj. Kjo është pikpyetje për çfarë i mungon tezave të Salianit. Kurse për pjesa që ka drejt, varet dhe si është këtë, për shembull, në opozit thonë që Saliani me këtë lëvizje po shmang vëmendjen nga Belinda Balluku. Por ta shohim në një këndvështrim tjetër. Për herë të parë, Spaku arrin deri në ka një thyrje nga gjitha dosjet e mëparshme, Spaku duket se i ka shërbyer Edi Ramës, ka çuar ujë në mullirën e Edi Ramës. Me dosjen e Belinda Ballukut, Spaku ka marrë një kthes papritur, çuditshme, të pashpjegueshme, s'ka rëndësi, që i vjen Edi Ramës deri në zyrë. I ka pezulluar gjykata zëvendës kryeministren dhe nëse gjykata kushtetuese do t'i japi drejt, nesër mund të pezullojë dhe kryeministrin. Pra, nga të gjithë elementët që krijojnë autokracinë, pra sipas gjithë panoramës që vizaton opozita, Spaku del nga ekuacioni. Tjetër, kemi mesazhet që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Edi Ramën që janë të tmerrshme. Në ditën e flamurit i kujtojnë kartelet dhe trafikun e drogës, duhet ta luftosh. Organizata kriminale, thoshte Trump në urimin që solli për Bayram Begajn. Pra, nga gjithë ekuacioni që tregon opozita, që pse Edi Rama nuk rrëzohet me votë, ka ndalë Spaku, në rastin e Belinda Balluku, ka dalë dhe ndërkombëtarët, që deri dje kishin mbështetje të pakushtzuar për Edi Ramën, sot po i vijnë mesazhe që lufto kartelet.
Unë kam përshtimin që Saliani këtë e ka mjaft të qartë. Sali Berisha indirekt, kuptohet. Sali Berisha nuk frymëzon njerëzit që të ngrihen protestë. Në tekstet e të gjithë fjalimeve, këto janë apo jo? Çështja është që thënë që nuk frymëzon, nuk e thënë si do t'i frymëzoj unë, si do t'i frymëzosh ti, se mund të thuash i frymëzoj, po si. Po pra, duhet të tregosh kjo është ideja e platformës. Okej, çfarë mungon Sali Berisha se mund të mbledhë dhe mund të bëjë edhe një protestë kombëtare në para kryeministrisë, po i kanë bërë pafund protesta, aty është Edi Rama. Protestat më të mëdha i bënte Lulzim Basha, mos harroni, domethënë. Dhe prapë Edi Rama ishte aty. Kupton? Pra, si do t'i fitosh ti zgjedhjet? Kjo i mungon në gjithë ato tezat që ngre. Qëndron, ose është bërë vetëm një foltor